Këshilli prokurorial dhe nga radhët e prokurorisë dhe ata vetë të zgjedhin në bazë të rregullores tyre 3 që kanë tashmë amandamentuar, kanë plotësuar rregulloren e re dhe duhet jetë me integritetin më të lartë sepse ka përgjegjësi shumë të lartë shtetërore në këtë vend. E para dhe e dyta, unë besoj që nëse qeveria, kushdo qoftë, kjo apo e ardhmja, nuk tenton të ndërhyjë në punët e prokurorisë, është gjysma e punës, gjysmën tjetër e bojnë ata vetë, por çdo tentativë për me ndërhyjë aty është e keqe. Fakti që është shpall konkursi në kohë zgjedhjesh, konkursi për kryeprokuror nuk tingëllon mirë dhe mundet me e komprometue komplet procesin. Këtë i kam frikë, nuk ishte dashur me u bë kjo, sado që kështu e tha edhe kolegu Gruda që me u koordinue me ushtruesin e dyrës të presidentit për shpalljen e konkursit për kryeprokuror është e dëmshme për procesin dhe integritetin e sistemit, pa marrë parasysh kurdo që të zgjidhet prokuror dhe i lën Ramadani, minuti juaj, çfarë kryeprokurori duhet Kosovës? Kryetimisht, unë mendoj se pari duhet me më marrë vesh gjithë dhe me kuptu që autonomia, po them autonomia funksionale e veprimit të Këshillit Prokurorial, respektivisht prokurorisë në tanësi, është e tyne edhe jo e politikës. Kriteret që vendosen normalisht duhet me qenë bazuar mbi